A ndikon muzika që dëgjojnë të rinjët sot në sjelljen e tyre nesër? Muzika nuk është vetëm ritëm, është mesazh dhe mesazhi përsëritet çdo ditë. Në Kosovë, sipas të dhënave të UNICEF të dhjetorit të vitit 2024, 29% e 16 vjeçarëve kanë konsumuar alkool, mbi 40% kanë provuar duhanin e disa raportojnë edhe për përdorim droge. Psikologët thonë se përmbajtja ka ndikim. Këngët që përmendin alkool, drogë apo dhunë, shpesh i lidhin këto me emocione pozitive, i bëjnë të duken normale, madje tërheqëse. Shumëchere mes reperëve nisin me dise kundër njëri tjetrit dhe më pas kalojnë në përleshje fizike. Kur mesazhi dëgjohet vazhdimisht, ndikon në qëndrime, ndikon në sjellje. Por muzika mund të jetë edhe pozitive. Ajo mund të frymëzojë, të nxjisë empati, të promovojë vlera, sepse muzika nuk është vetëm argëtim, është ndikim.